Është koha e intervistës së ditës. Në minutat në vazhdim do të flasim për kërkesat e studentëve, për protestën e tyre për jurisprudencën në Shqip. Me mua në studio është profesori Bashkim Selmani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, zotëri Selmani. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën dhe për punën tuaj të suksesshme. Profesor, studentët dy herë radhësi dolën në rrugë, protestuan para Ministrisë së Drejtësisë. Mendoni se i arritën qëllimit? Patjetër se qëllimi është arritur dhe mesazhi ka shkuar në kohën dhe në vendin e duhur për të kuptuar gjithë këtë çështje, për dallim nga protesta e parë që ishte jashtëzakonisht mirë organizuar, po ashtu dhe pjesa e dytë me masivitet që ndodhi, ta them të drejtën e gjithë bota mund të marrë lakmi se si organizohet dhe si veprohet dhe ku duhet të reagojë mesazhi. Në këtë rast pra di mesazhe ishin shumë të fuqishme. E para ishte mënyra e mobilizimit që kishte dhënë për së drejti për padrejtësitë kolektive që po ndodhin aktualisht nga pavarësia e Maqedonisë dhe mesazhi i dytë ishte gjithë aty racionalizmave juridik të cilët shpeshherë kur i zgjedhim çështjen e shqiptarëve u thonë se kushdo më shumë shqip mund të shkojë lirisht në Shqipëri apo në Kosovë. Dhe në këtë rast studentët arritën që të sjellin Shqipërinë dhe Kosovën mes Shkupit për të mbrojtur dinjitetin, kombin dhe flamurin. Profesor, si vlerësoni reagimin e parë të ministrit Filkov për protestën, ai që është më i thirruri për këtë çështje, për të zgjidhur këtë çështje, sot e cilësoi protestën të dhunshme? Aty nuk ka pas asnjë farë dhune. E dhunshme është që mos merren të hapen dyert e Ministrisë Drejtësisë dhe të shihen se çfarë halli kanë këto njerëz, sepse është një numër për 400 prekurve të cilët drejt për së drejti kërkojnë të drejtën bazike dhe elementare për të shprehur diturinë e tyre. Dhe në aspektin legjislativ, për ta kuptuar përmbajtjen dhe frymën e ligjeve, fillimisht duhet dalluar mes ligjit dhe diçka që është tendencioze dhe nuk është ligj. Këtu desha të dalë. Pra ju po e quani qëndrimin e ministrit të dhunshëm për shkak se nuk pranoi studentët. Ministri ishte i dhunshëm se ai atmas e ka çështje politike, e ka çështje personale, apo vërtet thirrët në ndonjë ligj? Po tani nuk mundemi ne të largohemi përgjegjësisë, sepse ai përdori edhe të drejtën e ministrave paraprak, të cilën këtë padrejtësi i gjeti të gatshme. Sepse mos reagimi i 8 ministrave paraprak që të mbronin këtë të drejtë elementare, që ne jemi vetëm një kom që kemi bërë luftë për të drejta dhe atë të drejtë të humni në për labirintet individuale, sepse nga 8 ministra dhe ne gjithë së bashku duhet të analizojmë ku i kemi faje. Dhe këto faje ishin nga abuzimi, ishin nga mos interesi dhe qëndrimit me të cilën tani më ai vetëm e shpreh atë nacionalizmin institucional personal, sepse në këtë rast ne kemi shumë përvojë në për protesta dhe demonstrata dhe gjithmonë krijohet komisioni i veçantë dhe institucionet i kanë pranuar, ka pas raste ka pranuar mbështetës, kryeministra, ministra dhe kështu me radhë. Dhe me mos pranimi asaj mase dhe mos ndëgjohet ajo masë dhe shprehet me nacionalizëm, kemi kupton që një pjesë e madhe e individëve, e grupacioneve, përkundrazi e ushqejnë nacionalizmin. Dhe marrja nuk pyetje, sepse nëse ai mendon se ka pasur dhunë, atëherë ai shfaq dhunë ndaj një gjenerate të re, gjenerata aktuale. Gjenerata e re do të thotë ardhmëria e këtij shteti dhe ardhmëria e këtij shteti, po ashtu dhe ardhmëria e rrugës se çfarë kahje do të marrë shteti. Edhe sikur një individ i cënohet e drejta elementare, shteti është i detyruar që t'i trajtoj ato dhe t'i eliminoj gjitha këto të shkaqet. Po unë do të ndërlidhi sepse në aspektin nuk diskutohet se është politik, sepse ai vjen nga një parti tjetër ku dihet se partia e saj është shumë nacionaliste, as që diskutohet. Ne nuk fregohemi nga nacionalizmi. Ne vetëm tregojmë si shqiptar. Nuk kemi ne çka humbi, gjitha humbjet i kemi bërë deri tash. Populli e thot një thënie shumë bukur, ushtull e set e plasën vorbën e vet. Dhe ne tash ardhmërinë tonë bisedohet këtu dhe gjitha këto nacionalizmat individual, fatkeqësisht se këto si kanë idenë çfarë është ligji. Ligji duhet të përmbajë disa elemente, frymën e tolerancës, parimin e barazisë, parimin e sovranitetit dhe mënyrës funksionale që çdo kush ligji të jetë i lirë. Në aspektin historik, nëse shkojmë ta kuptojmë se çfarë është ligji. Në gjuhën shqipe ligësi
Pra kur njerëzit krijojnë ligësi, sikur ki ministri që po tregon ligësi, atëherë bën ligje për të mënjanuar të ligët. Dhe ne tash përballemi me një tërësi të ligëve. Pra në këtë rast nuk është më rëndësi se janë individet ato, por kur individet gjejnë hapësirë të shfaqin egon e tyre nacionaliste, atëherë drejt për së drejti krijon sistemin. Pse lejohet këtij ministri kështu të veprojë, zot Selmani? Si e shihni? Unë besoj se ky ministri ka fundin, nëse se kuptuar ai mesazhin se si duhet të veprojë, por unë besoj që do të jenë disa mënyra. Para ka të bëjë janë udhëzimet, qëse nuk është trajtuar drejt dhe mirë gjithë kjo kërkesë, dhe nuk e kanë dëgjuar, kur e kanë dëgjuar gjithë bota, sepse këto nuk bëhet fjalë për lëshim, këto bëhet fjalë për elementin e qasjes në barazi. Pra ata nuk flasin se formën e mënyrës, sepse dituritë ato i kanë bërë brenda viteve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë shumë të suksesshme dhe nuk kërkojnë falje. Ata kërkojnë qasje në barazi dhe çdo ligj, gjën elementare që ka parimin e barazis, nuk kupton qasje në barazi dhe në këtë rast nuk kemi qasje në barazi. Tash kjo është individ, por gjithë ministrat në gjitha forma gjejnë mënyra sepse ata kur japin betimin e japin të shërbejnë të gjithë qytetarëve në tërë territorin. Mirë po kjo nuk ndodh për gjithë qytetarët dhe nuk ndodh në gjithë territorin. E para, rregullat kushtetuese, ligjore, konsiderohen si të vështira në rast se individi, punëdhënësi ose personaliteti që udhëheq me institucionin shfaq egon personale. Dhe tash egoja e personale për ne shqiptarët krijon problem, sepse e tërë ky legjislacion vejet në bazë të individëve. Pra, atëherë kur konfliktet e çojnë ke njëra tjetra, ne ngrejmë kontestin ligjor, publik dhe privat për një çështje të caktuar. Në këtë rast, pra ne duhet të ofrojmë fakte. Fakte janë 400 studentë, të cilët ligji detyrimisht i trajtojë si të tillë, ligji dhe lishmëria, pasandaj kemi origjinën e konceptit dhe argumenti procedural. Mirë po e tërë çështja kombëtare shqiptare, e dini ku është e humbur? Është e humbur në aspektin kushtetues. Për arsye se kushtetuta, përse përket preambullës dhe përbërjes saj, duhet përmbaj 5 elemente. Elementi i parë është sovraniteti. Dhe në këtë rast, nëse shkojmë ne që të analizojmë çështje reale, shqiptarët nuk janë pjesë e sovranitetit dhe në këtë rast dalim ne nga sovrani, ne jemi të nxjerrë nga sovrani. Dhe këto elementet e daljes nga sovrani, drejt për së drejti na hudhin neve në pakicë. Prandaj apeli im për ministrin do të ishte të mbështetet në nenin 24 të ligjit për gjuhët dhe shumë shpejt mund zgjidhet kur është vullneti i mirë dhe i lirë. Në të njëjtën nuk ka as edhe ligji i gjuhëve nuk duhet të vijë në përdorim, kur konstatohet se mbi 400 juristë kërkojnë të shprehin të drejtën e tyre në qasje të barabartë, atë që duhet bërë, vetëm duhet themeluar një komision për gjithësorin, ose jurisprudencën, komision shtesë, në të cilën unë dhe isha ai që do udhëhiqja atë komision, me gjithë pedagogët tonë që kemi të përgatitur, sepse pjesë dërmuese dhe kanë qenë, dhe në këtë rast komision shtesë, me të cilën të respektohet procedura gjuhës maqedone. Por ne dhe jemi ata që e zbatojmë dhe rregullojmë procedurën në gjuhë maqedone. Mirë po, studentët kanë drejtën e tyre të shprehen në gjuhën konform ligjit. Nuk ka nevojë ta arsjetojmë ne të ligji i gjuhëve, të kushtetuta. Ku e lexon ai kushtetutën? Shumë do të isha kurreshtar që ta takoj ministrin, apeloj që të vijë këtu dhe ne të shkojmë atje. Nuk vjen, dhe do të argumentojmë. Por nuk mund mos vijë, se ajo është ikës. Nëse bëhet fjalë për mos guxim të ballafaqohet me media. Jo, nuk është as guxim, po kur thot ai se kushtetuta nuk e lejon. Si e lexon ai kushtetutën? Se thirrët Selmani ministrit e vendimit paraprake. Të ish ministër. Thirrët të ligji për jurisprudencë vitin 2019 apo? Ndëjoni, ai është ministër dhe duhet për të sqaruar opinionin më qartë për shkak se shumë bukur. Të gjitha ligjet që burojnë nga Kuvendi i Republikës nuk kupton që buron edhe ligji për gjuhën. Po ky zotëriu nuk e sheh ligjin e gjuhës, ai ligj ka kaluar në Kuvend dhe ai ligj brenda një viti atë dësht jetë i plotfuqish. Pra ju po thoni se merr atë ligjin që i pëlqen atij dhe ai që si pëlqen nuk e merr parasysh. Gjithë marrin ato. Se drejta nuk është si e doni ju, ta trajtoni edhe në cilët rasa duhet ta lakoni. Këto e lakojnë nëpërmjet nacionalizmit publik dhe interesave individuale për çështjet me të cilën drejt për së drejti ngulfatin të drejtat tona në përgjithshëm. Prandaj,
përshtatja ligjore në praktik, do të them që ka revoltuar mbi 400 studentë drejtësisë, ata e kuptuan çfarë është e drejta dhe drejtësia. Dhe kjo është problemi. Kjo është një mesazh për gjithë ne, edhe për intelektualët, edhe për pedagogët, sepse ne nuk i arritëm qëllimin. Studentët sot kanë lëshuar amfiteatret, kanë lëshuar klaset për të na bindur gjithë neve se kemi gabim. Ku janë gabimet? E drejta është rregull e përgjithshme për gjithë qytetarët. Rregullon konfliktet mes njerëzve dhe zbatohet përmes sanksioneve nëse dikush nuk e respekton të njëjtën. E tash, e drejta kur me labirintet. Duhet jemi krenar me këta studentë që i detektojnë dhe e ngrisin zërin. Jo, studentët kanë bërë disa elemente bazë, komponentet. Unë e shoh këtë ngjarje si varrimi i frikës. Gjëja e parë është liria nga frika dhe studentët e kanë liruar nga frika këtë kohë me dinjitet dhe me dituri, sepse ishin të parët juristët e rinj që e kuptuan se këtu vetë legjislacioni dhe ligji prodhon padrejtësi. Ndoshta do të jenë të para që do ta kenë fatin që në gjuhën shqipe të japin provimin e jurisprudencës. Por ata arsye edhe unë besoj që jo vetëm ligji i jurisprudencës. Për shkak se edhe ju keni dhënë provimin e jurisprudencës, po e keni dhënë në maqedonisht. Dëgjoj, unë ta them drejtën, për vete jam jashtëzakonisht irrituar me gjitha subjektet politike shqiptare, sepse këta luajnë në një labirint përplasësh mes njëra tjetra dhe duke haruar votën e lirë se pse janë dhe çfarë duhet bërë. Unë kam qenë i pari që kam dhënë provimin e jurisprudencës, se mund të shihni këtu. Dhe asnjëherë, edhe pse kam konkuruar, kundër kandidatët e mi kanë qenë me nota mesatare më të ulta, dhe gjithmonë thuhet nuk kam pas skuadrë shqiptar, dhe nga ana tjetër nuk i përfillin këto të drejtë. Prandaj, kjo është vërtetimi për provimin e jurisprudencës. Provimi për jurisprudencën e dhënë në gjuhën maqedone. Unë nuk e pata mundësinë, përveç kësaj mundit, labirintit që flas padrejtësitë, derisa të arrish, mua dash 3 vite të mësoj ta jap këtë provim. 3 vite. Një fakultet ta kryeni dhe tash edhe sa vite të tjera duhet. Mirë po, me që nuk u zgjodha prokuror, nuk u zgjodha gjyqtar, sepse ata i zgjinin sepse subjektet politike kanë akredituar diplomë. Diploma e cila është më e fuqishme as sa ka miq në subjektet politike të caktuar. Prandaj ky dokument do të jetë në bazë revoltës time personale, që nuk e kam shfrytzuar dhe nuk do ta shfrytëzoj asnjëherë dhe nuk do të kem asnjëherë nevojë për këtë dituri, sepse në Maqedoni nuk vlen dituria, por vlen thjesht ignorancë. Dhe prandaj studentët i thonë ndal ignorancës. Kjo është elementi i parë. Prandaj pikërisht, por nuk e kam shfrytzuar që 20 vite. Dhe nuk do ta shfrytëzoj asnjëherë, sepse gjithmonë kam konkuruar, kam qenë i fundit. Po ashtu kujtoj edhe në fakultetin juridik të Shkupit, kur kam konkuruar si student në vitet 88, e kam pranuar vendin e ditë, kur ishte me kot. Dhe ato, kur nxorën jemi në zonën parafundit. Prandaj gjithë ky mund, gjithë ky sakrificë, sot nuk është për mua pse e bëj këtë, po këtë e bëjnë edhe fëmijët tanë, sepse ne si prind nuk mund të sigurojmë një vend pune fëmijëve tanë në rast se ata nuk do të akreditohen në subjektet politike. Dhe dita, po ashtu, çdo student është i shqetësuar me drejtat e tyre. Çdo i ditë përballet me varfëri, çdo i tretë i ikën dhe çdo i katërt thë nuk do të kthehen. E kuptoni ku është problemi? Nuk është problemi dhe tash ne këtë rini që kemi pak të mbetur, e cila pjesa dërmuese, janë prekur nga lëndët narkotike, nga papunësia dhe shumë elemente të tjera, mos futëm vetë për së drejtë hipotensionir, dhe tash kjo pjesë e mbetur, mos jemi të kujdesshëm, është e papranuar. Pajtoni plotësisht me këtë çështje. Kjo është problemi bazik është. Ju sapo bët një akt që jo që është vetëm akt, kjo është e para. Kjo është e para se do të thotë se në Maqedoni edhe sa do që të keni dituri, nuk vlen dituria, vlen miqësia, vlen subjekti, vlen afërsia me njerëzit. Dhe prandaj shqiptarët dhe të rinjt nuk ikin nga varfëria, por ikin nga moskrijimi i respektimit të umit. Dhe unë gjithmonë kam thonë publik, dhe dalja ime në publik dhe argumentuese për padrejtësinë. Besoni ju se 4 vite e gjysë është dash ne të marrim koll dhe të them se 20% që asnjë kom në botë nuk identifikohet me ta, mbas 4 viteve e gjysë. 4 vite paralelisht deputetët tanë fliqin në gjuhën shqipe, por nuk i drejtoheshin në gjuhën shqipe. Pse? Sepse vetë labirintit e interpretimeve bëheshte deputeti ka të drejtë të flasë, por nuk ka drejtë të drejtohet. Kemi qenë këtu bashkë në studio pra të vite kemi diskutuar. Po jeni shumë mirë. Kjo është elementi i parë i protestës sime dhe mesazhi, sepse kjo është mesazh që të vlerësohet i dituri dhe dituria, sepse një kom i cili nuk respekton intelektin e vet, ai kom nuk ka nevojë për armiqësi dhe ne i shohim subjektet tana
tona që krijojnë armiqësi dhe ngulfasin çështjet e caktuara. Shpesh dëgjojmë fjalët i ka organizuar politika, por nëse dikush i rin pas politikës, rini ju para politikës. Ju pas do zgjidhet problemi i jurisprudencës brenda 33 muaj. Këtu desha pse 3 muaj. Problemi i jurisprudencës, profesor, si shihni ju zgjidhjen e kësaj çështje? Jo. Cili është vlerësimi juaj? Çfarë duhet ndryshohet? Dhe nga këndvështrimi juaj, pra, zgjidhje ligjore. Cili është modeli më i mirë për të zgjidhur? Zgjidhje ligjore ka në bazë të ligjit. Ligji i detyron të gjitha institucionet, duke filluar nga ministrit, supermarket, dita me radhë. Është zështu mekanizmi për zbatimin e gjuhës shqipe, është inspektorati, i cili nuk e di sa ka bërë inspektime dhe të konstatoj sepse hyrja në fuqi e ligjit për gjuhëve, që erdhi në 2017, po ashtu në gazeta numër 9, në plotësimi i saj në vitin 2009 që u bë, dhe prej atëherë deri sot ne flasim do të realizohet apo jo. Ne flasim për një të drejtë të mohuar dhe në ato raste kur institucionet nuk i realizojnë, nuk i zbatojnë ligjet, kalojnë përgjegjësi. Ka shkelje. Kush është përgjegjur i tash për mosbatimin e saj? Gjitha lëndët kanë përfunduar në gjykat dhe asnjë epilog. Si mund të flasim ne për barazi, edhe kolektive edhe nacionale, kur presidenti i shtetit lëshon bursa pastër për Maqedonës dhe asnjë bursë për qytetarët shqiptar. E kuptoni kjo është problemi? Sepse edhe ne që jemi shkolluar dhe fëmijët tanë që shkollojmë, unë ju garantoj se mbi 60% i shkollojnë fëmijët e tyre me kredi, edhe në fund nuk vlerësohet dija dhe dituria e çështjeve që drejt për së drejti me të drejtë i irriton edhe grupet, edhe qytetarët, sepse ato drejtat mes pozitës dhe opozitës që arrihen, tash nëse ju jeni aktual, është ndryshuar opozita dhe opozita, ju duhet të mbroni ato të arriturat. Edhe ti plotësoni të njëjtën. Tash çfarë bën pozita është bën opozita dhe çfarë bën opozita është bën pozita. Prandaj duhet të jemi gjithë bashkë. Thirrja e studentëve është që gjithë jemi. Unë nuk besoj që ka shqiptar që është kundër pranisë së studentëve dhe gjithë shqiptarët kanë qenë të pranishëm në tubimin e studentëve, por mund mos ketë qenë fizikisht. Prandaj apeloj që të trajtohen dhe të thirren të studentë nga gjitha subjektet dhe të trajtohen, por i pari ka detyrim moral që të ftojë ministri i drejtësisë. Fare në fund, këtë zgjidhje ligjore që e përmendet në bazë të ligjeve ekzistuese, a mendoni se përpost jurisprudencës edhe provimet të tjera shtetërore duhet të përfshijnë, se për shkak se jemi në fund, aty është çështja e noterëve, prokurorëve, gjykatësve dhe kështu me radhë. Ne përmendëm barazinë në qasje. Dhe kjo është e rregulluar me ligjin për gjuhën dhe plotësim të gjitha institucionet kanë detyrim që provimet e specializimit apo provimet shtetërore duhet të kenë barabartë se e garanton kushtetuta. Thot çdo njeri ka të drejtën e barazisë në qasje. Ne flasim për barazinë e qasjes. Prandaj të gjitha provimet shtetërore duhet të jepen në gjuhën anëtare, aty ku a marr shkolla, fakulteti dhe detyria në gjuhën anëtare. Pjesa e parë, dyta, shpeshherë sinkronizohet sepse si do të punojnë si gjyqtar me gjuhën maqedonë. Ju e jepni drejtën e qasjes, pasandaj gjuhën. Unë ju garantoj se çdo student shqiptar, nga auditorët tonë, një minimumi nga di gjuhë. Gjithë studentët tanë nga shkojnë gjithë botën janë prokuror, janë gjyqtar, janë pedagog. Unë një ndër ato vajza ime është ajo që mban trajnimin më të dalluar. Dhe tash çfarë është problemi i gjuhës? As pak nuk është problemi i gjuhës. Nuk shprehim ne urrëtitje ndas asnjë gjuhë. Por gjuha maqedone mund bëhet shumë më e bukur pranë gjuhës shqipe. Dhe ne duam që të dy duhet të jenë të barabarta dhe të mirët afërsia e raporteve të tolerancës dhe bashkëpunimit. Po ashtu, apeloj që mos ketë përçarje dhe të solidarizohemi me studentët për të arritur qëllimin, sepse çdo shqiptar ka mbi 1 milion arsye për të qenë pjesë e protestës dhe nga i moment që ne kanë dilema të tjera, unë besoj që do të arrijnë qëllimin vetë që arritur në aspektin moral dhe ndërkombëtar, sepse gjithë bota i ka syt nga studentët, dhe apeloj që ministri dhe përfaqësuesit politik, provimi i jurisprudencës është desh të realizohet para shumë viteve, por nga dje, jo dhe 3 muaj, sepse edhe ligji për gjuhët ishte pas një viti të bëhet i plotfuqishëm për të respektuar ose harmonizuar me ligjet e tjera, mirë po ja që kaluan decenje. Prandaj në shenjë për kraje dhe në shenjë proteste, edhe mua si pedagog, unë sonte lirisht do ta theja manetin e prindit tim, sepse thonte ai çdo pedagog thotë duhet të jetë pedant mësim,
të trajtoj drejt dhe mirë dhe nga ana tjetër të mbaj kollare. Në shenjë proteste, apeloj të gjithë intelektualët, të gjithë mësuesit, të nderuarit të heqim kollaret sepse ne nuk e meritojmë për këtë kom, sepse nuk e arritëm qëllimin, sepse fëmijët tonë nga momenti që dolën në rrugë nuk kemi për çfarë të mburremi. Sot unë ndjej dhimbje sepse do të ndjehem moralisht më i dobët kur dal para auditorëve, sepse ato që nuk e realizuam në për auditor, sot studentët tonë e realizojnë në rrugë. Prandaj asnjëherë nuk do të kem pjesën e kollarit dhe shpresoj që kjo do të jenë di segmente që asnjë intelektuali, asnjë shqiptari nuk do të ketë element të mburret me të drejtat kombëtare. Por i sa ne trajtohemi pakic, por sa ne nuk jemi pjesë të sovranit, nuk na përmban asnjë element për të mburë që jetojnë në të shtetë. Prandaj këto janë di momentet e mia me të cilët sugjeroj Po që të kollarën ngrisët vërtetimin e jurisprudencës, këto dy mesazhe. Këto dy mesazhe janë që çdo kush do të jenë para se të përbuz studentët të mendojmë mirë, qartë, sepse ata janë fëmijët tanë, ajo është armëria jonë, ajo është shteti. Dhe prandaj edhe për tjerë të vlen bashkësonoritet, bashkëbarazi, në të kundërtën nuk kemi qasje siç e parashofin ato që ne kemi derë gjatë. Ne jemi vetëm kohë që kemi derë gjatë për gjuhën e kemi të sakatosur. Ne jemi vetëm kohë që derdhëm gjuhë për flamur, flamurin e kemi më të zvogëluar në shtëpi. Çfarë duhet themi më tjetër? Nëse preken këto 4 komponente, pse duhet mbajmë ne kollar? Prandaj apeloj të gjithë intelektualët të heqin kollaret dhe të shmangemi dhe drejt për së drejti në studentët të realizojmë të drejtat tona kombëtare. Zoti Selmani, nuk kemi çka shtojmë më tepër nga kjo intervistë, dha dy mesazhe të forta. Faleminderit shumë për kohën që ndat. Kjo do të jetë mesazhi apo si do ta quaj unë në aspektin e gjendjes faktike, kjo do të jetë varri i padrejtësive të shqiptarëve. Shpresoj që gjeneratat e reja të marrin përsipër dhe të dalin, sepse vetëm ata janë të pastër dhe mund të udhëheqin këtë kohë. Faleminderit shumë për kohën.